Dhe këto ngarkesat pa nevojshme janë të sponsoruara nga institucionet e vendit tonë. Dhe nuk po bën asgjë që të ndalon këtë vendim të shtrajtimit të energjisë elektrike që ne jemi më të shtrajtit në Ballkan dhe ne për humbëm tregun edhe investus. Ne për humbëm fuqin ton edhe prodhuse, edhe shërbyse. Dhe nga 1 janari i vitit të ardhshëm, neve do të na ngarkohet edhe tatimi në pronë, i cila është mbi 200% më shtrejt. Bizneseve? Jo, të qytetarëve. Kurse kjo vendimi është marrë vitin e kaluar, po është suspenduar për shkak zgjedhjeve që pat. Kurse nga 1 janari, kjo do të vazhdoj. Qytetarët, ne po flasëm për standard. Qytetarë, ne jemi duke e ngulfat vetë standardin e qytetarëve, sa do që të rritin rrogat me ngarkesa të panevojshme, me ngarkesa të cilat nuk mund t'i bajnë as bizneset dhe as qytetarët. Ne nuk duhet na shikojnë vetëm si biznes, por duhet na shikojnë edhe si investitor, duhet na shikojnë si tatim pagues, edhe si konsumator, edhe si votus në fund. Sepse gjatë... Si votus ju kanë pa gjithë. Natyrisht. Por shpesh votat s'kanë shku në vend në duhur dhe shpesh votat kanë kriju edhe këto boshluke që janë kriju edhe sot. Dua ti komentojmë ose ti shojmë disa grafika. I kemi për rritjen e çmimeve të produkteve bazë në vitin 2025. Mas pari, po, rritja e çmimeve të produkteve bazë në vitin 2025 në përqindje. Këto janë sipas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, të prillit 2025. Dhe nëse e shihni, buka dhe drithrat 1.5%. Kafja, çaji dhe kakao 16.4%. Shërbimet tjera në lidhje me pajisjet personale të transportit 13.1%. Pemët 11.1%. Perimet 6.9%. Vajrat dhe yndyrat 11.1%. Mishi 10.1%. Energjia elektrike 8.2%. Pra kur e marrin të përbashkët me ato. Qumshti, djathi dhe vezet 7.9%. Shërbimet hoteliere 6.7%. Pijet alkoholike 6%. Gazetat, libra dhe materialet për zyra 5.9%. Mallrat dhe shërbimet për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpiake 5.6%. Kujdesi personal 5.2%. Shërbimet ambulantore 5.2%. Shërbimet financiare 5.2%. Uji mineral, pijet jo alkoholike, lëngjet nga pemët dhe perimet 5%. Veglat dhe pajisjet për shtëpi dhe kopsht 3.8%, duhanit 3% dhe veshjet 2.1%. Pra shumica janë me mbi 5%. Mundeni me marrë me mend që na jemi në qershor e kemi këto rritje çmimesh. A pyesim vetën çka do t'jetë? Çka do të ndodhë shtator? Shtator, tetor, nëntor, dhjetor e ma të djetë. Çka do të ndodhë? Do të ketë rritje edhe shumë atë larta. Do të ketë, unë po flas vetëm nëse po flasim për 1 kubik ujë, nëse do qëtesh është €1, me